Ishte ky aktori Enver Gjokaj, të cilit ti urojmë sukseset më të tjeshme me karrierën e tij hollywoodiane, e tani ne kalojmë tutje në një material që ka të bëjë me atë këngëtare, ku së cilin moment që e takojmë është gjithmonë energjike dhe eksplozive. Është fjala për Big Mama, në cila disa ditë më parë solli edhe një bashkëpunim me Babu Darabukën, ndërkaq që është në përpunim me sipër të projektit të saj solo, të cilin do ta sjellë shumë shpejt, po çfarë ka të re në jetën e saj personale, e ka gjetur princin me kalë të bardha apo jo, na tregon më së miri ajo vetë. E shohim shpesh në ekran, por jo si këngëtare. Big Mama ka kohë që nuk ka sjellë ndonjë projekt muzikor. Angazhimi i saj në një emision televiziv e ka tërhequr këngëtaren nga profesioni i saj, duke mbetur për një vit vetëm si prezantuese. Kështu që në përgjatë vikendeve kisha edhe mbrëmje dhe nuk mundësha. Gjatë javës punoja për emisionin, nuk mund gjeja kohë asesi për ta realizuar videoklipin. Kështu që këtë muajin e fundit e rregullova agjendën në emisionet në televizionin, shtina pak punët më dyzente. Por kjo pauzë duket se i ka mjaftuar Bigut, pasi ka pak ditë që ajo është rikthyer me një bashkëpunim. Bëhet fjalë për këngën Dheze Dheze të Babu Darabuka e DJ Beneti. Kemi pa gjithmonë në plan të realizojmë një bashkëpunim, po mendoj se momenti ishte shtash, dhe çdo gjë në jetë është me moment, momenti i duhur apo koha. Ndoshta bëjmë shumë plane, po nuk realizohen planet, kështu që vendosëm për 2 muaj apo 3 u realizu kanga nga Florin Boshnjaku me Tekstilir Beranit, po ashtu mora iniciativat për realizimin e videoklipit në Shkupun, me organizimin, me realizimin, kështu që u kryen shpejt. Besiana gjithashtu ka përfunduar edhe këngën e saj solo të titulluar Milion, por që po pret kohën e duhur për ta lansuar. Shikoni, Milioni është diçka ndryshe, që deri tani unë mendoj se nuk ka lansuar asnjëri asi videoklip, është në shpenzimin shumë dhaja, edhe nuk është e zakonshmja që shohim muzikë, dridhje, unë shfaqem klip në ka gjysë klipit, nuk shfaqem prej fillim, se dim kret, edhe është film. Ka një tematikë, një domethënie, mos zbuloj më shumë detaje, po klipi është gati. Përveç kësaj, ka fundi i verës, këngëtarja nga Shkupi do të paraqitet edhe me një balad, zhanër ky jo dhe aq i pranishëm tek ajo. Këngën e kom gati, më është dërgu dje në email, e punume nga Blero edhe nga Uka, kështu që një këngë që më pëlqen shumë, me të vërtet diçka shumë interesante, ajo mendoj se do të realizohet në 7 orë. E sa i përket projektit të shumë përfolur Big Mama, Zamfina e Mimoza, me gjas ishte vetëm në mendjet e këngëtareve, pasi që asnjëherë nuk ka pasur diçka konkrete. Ka qenë plan, është fakt se ka qenë diçka në plan ku ne kemi bisedu këtë gjë, e kemi lanë, në u realizu një këngë, po kënga nuk na pëlqeu, mendojshim se nuk ishte e kënga ku do të na bashkonten edhe 3 femrave. Edhe se nuk e di se është realizu deri tash me 3 femra këngë, duhet e ka pat ka ty, po 3 jo. Nuk na pëlqeu kënga, po pastaj secilla me problemet e veta. E zhytur thellë për të investuar në karrierë si këngëtare dhe prezantuese, ajo nuk po merret edhe aq me jetën private. Big Mama ende vazhdon të jetë single në aspektin personal. Freri më bi, a kom kohë për fler, edhe me dash me bo fler, nuk kom kohë për fler. Kështu që kom me derë babës, pun. Paritje pyetje, nuk kom frer, me pa të keni me pa, kështu që nuk kom single. Gjithsesi, Besiana po i gjen punë vetës. Momentalisht ajo është angazhuar me mbrëmje dhe ahengje familjare.